Mirëmëngjes të dashur peshor, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është mbreti i zjarrit. Shpeshherë kur duam të arrijmë diçka, sikur flasim me të gjithë, shprehim mendimet, idetë tona dhe me një farë mënyrë sikur duam që të na pranojnë apo të aprovojnë ato që duam. Është koha të ndjekësh qëllimin tënd më të lartë me vendosmëri dhe guxim të hapur, vepro me pasion dhe udhëhiq me shembull, jo me fjalë të thata. Pse po them kështu? Nga që shpeshherë duke thënë dhe pa vepruar, ato ngelin në fund fjalë të thata, do thot pa veprime dhe lodhemi aq shumë duke thënë sa që ndihemi sikur e kemi bërë me një farë mënyre. Mos prit që të tjerë të japin martimin. Mos harroni të dashur peshor që ju jeni krijuesi dhe drejtuesi i udhëtimit tënd apo dëshirës tënde, qëllimit tënd, çfarëdo që të jetë. Fokusi dhe besimi tek vizioni yt janë çelësat që ndezin rrugën përpara. Nëse nuk i ndjek këto këshilla, rrezikon të shpërndash energjinë, të djegësh veten ose të humbasësh drejtimin nëse mungon qëllimi i qartë. Mund të biesh në impulsivitet ose krenari të zbrazët, duke humbur thelbin asaj që shtyn përpara, siç ju thash, mund të digjesh emocionalisht nga mungesa e balancës dhe pasionit të durimit. Absolutisht. Lidhu me zjarrin brenda vetes, por përdor me mençuri, jo vetëm me forcë. Mos harroni që udhëheqja e vërtet vjen nga vetë drita, jo nga dominimi. Do thot, atë që duam ta bëjmë me vepra, pastaj na duar trokasin, e pranojnë, e miratojnë të tjerët, nuk ka fare rëndësi. Është më rëndësi ne çfarë ndjejmë. Kjo është ajo që duhet të bëni, të dashur peshor.